Për të 70 ditë radhazi, qytetarë dhe aktivistë janë mbledhur në Tiranë për të protestuar kundër qeverisë, duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Tubimi i radhës, si çdo ditë, nisi rreth orës 19 në sheshin Skënderbej, nga ku protestuesit marshuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për të ndalur përpara godinës së kryeministrisë. Me pankarta dhe flamuj kuqezi në duar, ata lëshuan thirrje për një Shqipëri të re dhe me parulla kundër gjithë klasës politike si Rama në burg, Berisha në burg, Rama jep dorëheqjen, revolucion. Përgjatë më shumë se 2 muaj qëndrese në rrugët e kryeqytetit, pjesëmarrësit kanë artikuluar një sër kërkesash të panegociueshme, të cilat i kanë përsëritur e zgjeruar çdo pasdite. Për te dorëheqjes së menjëhershme të kreut të qeverisë, ata kërkojnë krijimin e një qeverie teknike, e cila do të garantonte një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Gjithashtu, theksi i fjalimeve të përditshme është vënë te marrja e masave emergjente për uljen e kostës së jetesës, zbardhja e aferave korruptive në nivelet e larta të administratës, si dhe hartimi strategjive për të frenuar fenomenin e shpopullimit masiv të vendit nga të rinjt. Pasi nga përfunduar fjalimet në shesh, qytetarët kanë theksuar me vendosshmëri se marshimet e tyre të mbrëmjes nuk do të ndalen derisa këto pika të plotësohen plotësisht.